Do lojtarin e ndeshjes apo do analizën? Edhe analizën, po tjetër, edhe analizën, edhe lojtarin e ndeshjes, po tjetër. Ndeshjes, un kam 3 lojtar. Tash një, okay, jo, dakord. Po mbi të gjitha është Mario Mitaj. Okay. Dhe ne kemi fatin më të madh që kemi në ekipin ton kombëtar një lojtar që do guxoja ta quaja lojtar bote. Me thënë të drejtën edhe për mua lojtari i ndeshjes është Mario Mitaj dhe ne e folëm bashkë edhe gjatë ndeshjes. Edhe më ka nxjerr mallin e Zidanit ai Mario Mitaj, me thënë të drejtën. Atëherë është vërtet nga ana teknike, nga ana teknike, nga ana lojtar shumë i mirë që luan futboll është i jashtëzakonshëm dhe mos harrojmë që është vetëm 21 vjeç. Dhe duket sikur ka një jetë që luan futboll. Por aktualisht me thënë të drejtën edhe në kampionatet më të forta të Europës ne nuk shohim një lojtar të tillë me cilësi të tillë, një mbrojtës i majt të luajë me atë lloj vizioni, vetëm Nuno Mendes që është ke Paris Saint-Germain, që kemi përmendur këtu përpara, që ka cilësi të jashtëzakonshme dhe Mario Mitaj meriton të luajë në Europë dhe një skuadrat më të mira të Europës, jo atje ku luan aktualisht, po ato janë zgjedhje vetë personale. Trajneri Silvinho e vendosi skuadrën, siç e tha profesor Vioni, 4-3-3. Unë e pata thënë dhe emisioni e kaluar formacionin, nuk gjeta vetëm Dagun, sepse luajti Manaj, pjesa tjetër ishte sepse Ismaili ishte i dëmtuar dhe Arlinda Jeti është e çuditshme, por kur vjen ekipi kombëtar transformohet. Bëhet vërtet një lojtar i jashtëzakonshëm. Në dyshim me Berat Gjimshitin, i cili është kapiteni jon, është ai lojtar që jep siguri absolute fazës defensive të ekipit ton kombëtar. Elsej Dysaj është rikthyer përsëri në formën e vet, siç ka qenë dikur. Pati disa ndeshje që ne kritikuam të gjithë, por ja që futbolli jep mundësi të rikthehesh, ai po tregon vërtet që është, sepse do të themi edhe diçka, në ndeshjen e fundit barazoi Lorik Canën si lojtarët më shumë ndeshje në ekipin ton kombëtar, në mos gabom 93-2, normalisht hyse do e kaloj sepse janë ndeshje të tjera. Julian Sheu është lojtari i gjetur nga trajneri Silvinho dhe tani këtu do të ndalim pak e Silvinho. Është trajner që ka guxuar që kur ka ardhur në ekipin ton kombëtar dhe është trajner që ka futur Yasir Hasanin, mos harrojmë. Askush nuk guxoi përpara nga trajnerët ta fusë Yasir Hasanin, ndërkohë Silvinho e grumulloi, i dha besim dhe Hasani me golat e tij është drejt duke na çuar në Europian. Grumulloi Julian Sheun, një lojtar që ka dalur nga kampionati shqiptar. Nuk duhet ta harrojmë dhe duhet ta theksoj fort. Është lojtar që ka dalur nga kampionati shqiptar. Ka nisur karrierën e vet, është nga Tirana, ka nisur karrierën e vet te Kastrioti Krues. Shpërtheu Kelaçi. Dhe sot është në Poloni dhe i ka zënë vendin vërtet një lojtari shumë të mirë të fortë që kemi pasur ne si Ylber Ramadani që luan Serie A. Kemi Armando Brojen, i cili vërtet është lojtar një klasë europian. Tërheq, Armando Broja ka fuqinë që të tërheq. Në këtë ndeshje në disa momente më nervozoi pak nga shtëpia, me thënë të drejtën, sepse ishte pak pasiv, por e mirë kuptoj duke qenë se edhe vetë kam luajtur futboll, edhe vetë jam trajner dhe e mirë kuptoj duke ardhur nga një dëmtim shumë i rëndë. Do kohën e vet për të rikuperuar dhe ai ruan dhe energji dhe kjo tregon që është vërtet një lojtar i zgjuar. Jo vetëm një lojtar shumë i mirë teknikisht, por është dhe lojtar i zgjuar, që e menaxhon vetë dhe dit aftësitë e veta dhe sa mund të mbajë gjatë një ndeshje për situatën aktuale që ka. Ray Manaj, unë thashë do të luaj Daku, por Manaj në këtë ndeshje tregoi vërtet që e donte me shpirt të bënte një revansh. Në penalltin me Serbin këtu të gjithë e kryqëzuam, por ai djalë e tregoi vërtet që e ndjen shumë fanellën e ekipit ton kombëtar, luftoi dhe ajo që tha dhe profesori që është jam tort ishte një gol që dikush nga televizori më duket i thjesht, por është një volë shumë e vështirë, sepse të koordinohesh në ato momente, shumë lojtar, edhe më emër se sa Manaj e kanë nxjerrë sipër, ndërkohë që Ray Manaj bëri një goditje volë në mënyrë perfekte dhe çoi topin në krahun e kundërt portierit. Shumë vërtet. Kështu që kjo kombëtar meriton respekt, na ka bërë krenar gjithë. Absolutisht e vërtet. Shpresojmë që ta mbyllim me sukses dhe të shkojmë në play-off. Nëse Regjia mund të na tregoj edhe renditjen e grupit K, aty ku Shqipëria është në vendin e dytë pas Anglisë. Ja ku kemi Anglia e para me 15 pikë, ne jemi të dytët me 11 pikë, Serbia është e treta me një ndeshje më pak me 7 pikë, pastaj është Letonia me 5 pikë, mos gaboj e fundit Andorra me vetëm 1 pikë. Matematika na thotë që me pak fat ne mund të kapim play-offin. Kështu që le të shpresojmë në ndeshjen me Andorrën që të bëjmë detyrat mirë në mënyrë që të jemi komod me Anglinë. Se me Anglinë realisht duhet të jemi komodë dhe të mos e kemi presionin e pikavarazhit. Por mos harrojmë. Serbia ka 3 ndeshje. Ka një ndeshje më shumë se ne.
Po ka një ndeshje me Anglinë, kështu që ka dhe një ndeshje me Anglinë. Ne kemi një ndeshje me Anglinë, ata kanë një ndeshje me Anglinë, po i heqim ndeshjet me Anglinë. Nesër mbrëmë në mos gabon, ka ndeshje me Letoninë. Po. Tani duhet të theksojmë që trajneri i Serbisë ka dhënë dorëheqjen direkt mbas ndeshjes dhe është kyçizuar nga gjithë media serbe dhe opinioni publik atje, duke shkuar ata shkojnë edhe shumë larg faktikisht. E kanë quajtur tradhtar për kombin e vet. Dhe Serbia në këtë moment është në një kaos të vërtetë. Dhe ne shfrytëzojmë mund të shpresojmë që të shpresojmë shumë që të jep pikë me Letoninë. Sepse duke lënë pikë me Letoninë bëhet e pamundur pastaj që të fitoria jonë me Andorën automatikisht edhe e kemi siguruar pastaj. Qartë. Pra shpresojmë edhe një hap fals. Më prish pak shefin ajo pika që i mori Andora Letonisë, sepse duke fituar Letonia me Andorën sot do ishte 7 pikë me pikë barabarta me Serbinë dhe nuk do toleronte fare. Dhe kështu që besoj të vazhdoj tregoj të fair play në fush, por do të thotë që do luftonte për vete me pikë barabarta me Serbinë. Ajo që unë duhet pyes është çfarë presim ne nga ndeshja nesër me Jordaninë. Është ndeshje miqësore, okay? Çfarë duhet që të bëjë Silvinho? Është ndeshje për të testuar formacionet, për të testuar lojtarët, çfarë është? Atëherë, për mendimin tim, mirë do ishte që të bënte një rotacion total. Të shikonte dhe lojtarët e tjerë për arsye sepse na duhen të gjithë për ato dy ndeshje. Të gjithë lojtarët çka ka Silvinho të grumbulluar për këto dy ndeshje, na duhen të gatshëm për ndeshjet në vazhdim. Dhe shpresoj që të gjithë të grumbulluarit, edhe pse kombëtare ka 2-3 lista lojtarësh, skautët e kombëtarës janë gjithkohës në vëzhgim të lojtarëve të legionarëve që luajnë jashtë. Dhe ajo lista është e fryrë goxha me lojtarë, por shpresoj që të jenë të gjithë në formën e tyre më të mirë për ato dy ndeshje që dhimbja e kokës tjetër për Silvinhon se këtë zgjedhim më përpara. Që ne të mos çdojmë ke pjesa e listës në dy ndeshjet e fundit. Qartë. Sepse do ishte nuk do lëndë shihet mirë pas gjithë kësaj feste nëse ne nuk do arrim në fund larg qoftë. Qartë. Kualifikim. E para shkurtimisht po. E para më jepet rasti që të bëj një thirrje për gjithë publikun shqiptar. Nesër duhet të shkojnë në stadium. Duhet të shkojnë në stadium për të falendëruar dhe duhet të rrokitur ata djem që na bën krenar. Ndeshja do të jetë në Air Albania. Ndeshja është në Air Albania në orën 7, në orën 19. Por duhet ta mbushim Air Albania kësaj radhe sepse herët e tjera kemi shkuar për të mbështetur djemt për të na bërë krenar. Kësaj radhe na kanë bërë krenar realisht. E meritojnë. Djemt e meritojnë që të marrë një duartërkitje pasi atje në Leskovac ku bërë ndeshja, normalisht që tifozë shqiptar nuk do kishte edhe në Beograd, por atë ishte edhe stadiumi i vogël dhe lojtarët tonë edhe pa patur mbështetjen e publikut aty, bën detyrën më që e kanë pasur gjithë kombin bas vetes nga televizori, e bën detyrën e vetëm në mënyrë më të mirë dhe shpresoj që stadiumi i Albania nesër do jetë plot, që të duartërkiten, që për mua këto lojtarë janë heroj. Absolutisht. Tani, unë mendoj që trajneri Silvinho pjesën e parë do fusi informacionin më të mirë të mundshëm që ai mendon për ndeshjen me Andorën. Ne shpresojmë që sepse ka një muaj kohë dhe në ndeshjen me Andorën lojtarët të vinë në formën e vet më të mirë fizike, se do kenë 3-4 ndeshje me klubet e tyre, por ai nesër do provoj formacionin më të mirë, sepse kjo është test për ndeshjen me Andorën. Dhe në pjesën e dytë do të jepet mundësi lojtarëve të tjerë që janë në stol, që edhe po ato japin maksimumin për tipin ton kombëtar dhe presin momentin që tregojnë që e meritojnë atë fanel. Shpresoj shumë që të jepet mundësia Nazmi Gripshit. Është lojtari më i ri që është grumbulluar për herë të parë me ekipin ton kombëtar, lojtar që ka dalur nga akademia e Teutës, ka luajtur ke Teuta, ka bërë histori me Skënderbeun e viteve të arta, ka bërë histori në Ballkanin e viteve të arta me profesor Ilir Dajan dhe sot luan në mos gaboj në Kazakistan. Dhe po bën shumë mirë atje duke shënuar në mos gaboj 16 gola. Shumë bukur. Është rritur në ekipin ton kombëtar dhe është një lojtar polivalent, një lojtar që luan si mesfushor, qendër, mesfushor krau dhe sulmues krau. Dhe unë shpresoj të jepet mundësia që ta shijoj fanelën e ekipit ton kombëtar dhe të jetë një lojtar plus për Silvinhon. Një tjetër prurë që t'japi kontributin vet për ekipin ton kombëtar. Qartë, mirë, do flasim edhe pak për ndeshjet e tjera të eliminatorëve të botërorit të Amerikës, por përpara se të shkojmë atje do flasim, do bëjmë një shkëputje, nuk do ikim askund, po thjesht do flasim për kategorinë superiore të femrave, e cila ka patur ndeshje, nëse po themi kategoria superiore e meshkujve nuk ka patur ndeshje për shkak të eliminatorëve, femrat kanë vijuar normalisht me kampionatin. Dhe duket se kemi pasur disa zhvillime interesante, këtu po ta lë fjalën ty. Teuta,
e profesor Revioni që unë kam këtu në studio me mua nuk ka arritur që të fitoj përballë Apollonis. Po, atëherë ishin ndeshjet e javës së tretë për Teutën dhe ekipet tjera javën e dytë, sepse jo të gjitha e kanë zhvilluar ndeshjet të plota. Atëherë të shtunën lushja me Atletik Klub doli 0-0, Apollonia me Teutën 2-1. 2-1, po. Në Fier dhe të nesërmen Kinostudio me Partizanin 0-2 dhe Egnatia me Gramshin 0-4. 0-4, po. Çfarë ndodhi me kryendeshja ishte ajo që luajtëm ne me Apollonin. Çfarë nuk shkoi me Teutën? Me Teutën dhe atëherë ndeshja Apollonia është gjithmonë një ekip që pothuajse çdo vit ka qenë në top kaçën e kampionatit femrave. Dihesh që është një kundërshtar i vështirë, fushë vështirë për çdo ekip. Edhe vetë Vllaznia që ka dalë 12 herë kampione, ka humbur në Fier, ka pësuar humbjen. Vel nuk është ekip i lehtë për të kaluar. Atëherë ndeshja ishte goxha e luftuar për të dyja skuadrat. Jo se nuk ishte përgatitur mirë si ndeshje, por ato treguan më shumë dëshirë në mesfush dhe aty ishte çelësi i suksesit për Apollonin. Na fitoi topat e dytë, ishim pak pasiv ke topat e dytë si skuadër, se ke duelet për topat e parë ishim goxha mirë, por ke topat e dytë që duam pak dhe aty na erdhën gjithë problemet që pësuam golat. Të dy golet në fotokopjet njëra tjetrës. Ja kemi dhe pamje nga ndeshja. Të dyja ishin fotokopjet të njëra tjetrës dhe me një dalje të portieres që ishte e pashmangshme sepse topat mas shpinë dhe kundërshtari ishte shumë afër, që nëse nuk dilte portierja me shumë mundësi shënohesh gol. Edhe ashtu. Duhet të dilte me dorë mos. Po, duhet dilte me dorë mos. Ndoshta mund kishte një largim topi ansor, por mos me u kthy topin në qendër që mund të shmangesh, po ishte shumë e shpejtë dhe nuk ke kohë të mendosh ftohtë për të vepruar saktë. Po gjithsesi nuk është më tepër është ke topat e dytë, aty na erdhi gjithë problemi. Shkurtum diferencën në minutën 90, po nuk ishte më kohë. Dhe ndeshja përfundoi 2-1 për Apollonin. Që na zbriti nga vendi i parë. A ju ka prishur punë po themi kjo, sa po thej që ju zbriti nga vendi i parë, po të shohim edhe renditjen? Atëherë, kampionati është i gjatë akoma. Në vend parë është Gramshi me 6 pikë, në vend të dytë Teuta ju me 6 me një ndeshje pak, edhe Apollonia e Fierit me 6. Pra janë 3 vende të parë, 3 të parat me nga 6 pikë me pikë të barabarta. Vllaznia ka vetëm një ndeshje sepse ka luajtur ndeshjen me Interin për Europa Cup. Ka qenë angazhuar në ndeshjet e Europës. Partizani vetëm një ndeshje ka bërë. Janë shumë skuadra që si kanë bërë ndeshjet e plota. Atëherë, momentalisht është që thjesht zbritëm nga vendi i parë, por kampionati është i gjatë akoma. Ka shumë ndeshje përpara. Ndeshjet më të rëndësishme na presin vazhdim, që duhet goxha përqendrim. Avantazhi i jon këtë Teuta është që për ta harruar këtë ndeshje është sepse këtë javë kemi javën e kombëtares femrave. Dhe gjithë kampionati është pushim. Pastaj në javën e 4 Teuta e ka në kalendar pushim. Në javën e 5 pret Gramshin, një ndeshje shumë e fortë dhe decisive në Durrës, që na jep pak kohë për të përgatitur si duhet dhe për të harruar ndeshjen e kaluar. Qartë. Mendoj që kemi atë kohën dhe forcën për ta kaluar dhe gjithashtu pretendent për të fituar. Patjetër, dhe pretendent për të fituar kampionatin. Fitojmë ndeshjen e radhës herë, kampionati do kohën e vet. Qartë. Çdo gjë sipas hapit. Mirë, unë tani duhet kaloj në pjesën e tretë, aty ku e lam tek
eliminatorët e botërorit 2026 tek kombëtarët e tjera, po flas, tek skuadrat e tjera. Kemi pas ndeshje mjaft interesante. Nëse mund t'i përmendim shpejt, se ka pas shumë ndeshje sigurisht, ndër më interesantet ishujt Faroe me Çekin, një fitore surprizë e ishujve Faroe, 2-1, ka luajtur Spanja me Gjeorgjin, ka fituar 2-0, Portugalia me Irlandën 1-0 me gjithë humbjen e penaltisë nga Ronaldo. Norvegjia me Izraelin, një fitore që duket shumë më tepër se sa fitore në futboll, 5-0. Një tjetër ndeshje mjaft e rëndësishme, Franca me Azerbajxhanin, 3-0 fitore e francezëve. Kosova me Sloveninë, në fakt haruam që luan në Kosova. Haruam fare që luan në Kosova. Dhe Kosova ka arritur një barazim me Sloveninë. Jo sa harruam, por kombëtarja jonë qartë. Na ka bërë krenar. Gjermania me Luksemburg. Gjermania me Luksemburg. Tani, Gjermania është një nga kolosët e futbollit evropian dhe botror dhe është gjithmonë pretendent. Jo vetëm për të shkuar në kampionat botror, por është pretendent për ta fituar. Sepse ka histori të jashtëzakonshme në futboll. Patjetër. Vërtet që ka pas ndryshime shumë të mëdha, siç çdo vend, domethënë futbolli ka evoluar, ka ndryshuar. Ndoshta disa lojtarë gjerman nuk janë gjerman, janë të lidhur gjerman për origjinë natyralizuar. Po të kujtojmë shumë vite përpara nuk ekzistonte që të ishte një lojtar me origjinë tjetër, pasi ishin fanatik të kombit vet. Por Gjermania është një skuadër e madhe, një emër i madh që meriton respekt, edhe normalisht është pretendent. Patjetër që te grupi vet do dali vend parë dhe do të kalojë. Gjermania vend parë në grupin A me duhet të përmend pak ishujt Faroe me Çekin.